Nostalgji është ndjenja që përjeton çdo kush prej atyre që kanë jetuar dhe kanë ecur në rrugicat e ngushta dhe plotje të qytetit studenti, pavarësisht viteve që kanë kaluar dhe ç'ko ka qenë. Vështirë të thuash nëse i kanë bërë nostalgjik jetesa kolektive gjatë 4 apo 5 viteve studentore. Puthja e parë do ndikon në skutat e fsheta dhe të errta të qytetit, apo ndjesia e lirisë, ajo që i bën të gjithë ata që kanë jetuar këtu të jenë nostalgjik për vitet studentore. Ky qytet prej vitesh ka shërbyer si qendër banimi për studentët e ardhur nga rrethet. Nga viti në vit janë bërë një sër ndryshimesh, por e vetmja gjë që nuk ka ndryshuar është ndjesia që çdo student përjeton gjatë jetesës në këto hapësira. Qyteti studenti ndodhet jo shumë larg qendrës së kryeqytetit, ku problemet dhe vështirësitë financiare të shoqërisë janë të shumta, e ndërsa këtu, në këto pak metra katror, ka vetëm energji dhe zëra rinor. Qyteti të rinjve ka në të vërtetë magji dhe ajër që të frymëzon drejt lirisë, pavarësisë dhe i jep jetë ëndrave dhe pasioneve të gjithë të rinjve. Dhe ishin pikërisht ata, studentët që sollën një epokë të re në historinë e Shqipërisë. Ndryshime të cilat e morën zanafillin e tyre më 8 dhjetor të vitit 1990. 21 vjet më parë, një grup studentësh të universiteteve të Tiranës, banor të qytetit studenti, u bën nismëtar dhe protagonistët kryesor të kthesës së madhe historike, duke sjellë fundin e regjimit komunist gjysmëshekullor dhe vendosin e pluralizmit politik në vend. Studentët e dhjetorit të 1990-s, me shprehjet e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe liri demokraci, bashkuan rreth vetes pedagog, akademik, qytetar të Tiranës dhe të qyteteve të tjera kryesore. Lëvizja studentore e dhjetorit lindi nga studentët e qytetit studenti, të cilët, me shpirtin e lirë që udhëronte ky qytet, patën guximin të nisnin një seri protestash kundër regjimit të asaj kohe. Për herë të parë në historinë 46 vjeçare të komunizmit, më 8 dhjetor studentët vendosën të bojkotojnë mësimin dhe të protestojnë kundër regjimit. Fillimisht për ndërprerjen e energjisë elektrike, si dhe për kushtet e vështira që kishin studentët në konvikte dhe shkolla. Përdorimi i dhunës nga ana e policisë dhe ushtrisë për të shpërndarë studentët bëri që protestat të përshkallëzohej dhe kërkesat e tyre të zgjerohen më tej, duke vazhduar protestën edhe kundër kushteve të vështira ekonomike që po kalonte Shqipëria në ato momente. Për herë të parë, studentët guxuan të kërkonin ndryshimin e emrit të Universitetit Enver Hoxha, që të quhej thjesht Universiteti i Tiranës, duke lënë të kuptojë se ata kishin nisur një sfidë të hapur ndaj regjimit komunist. Ngjarjet rodhën shumë shpejt dhe një përfaqësi studentësh e kryesuar nga Azem Hajdari takuan më 11 dhjetor 1990 në pallatin e brigadave presidentin e asaj kohe Ramiz Alin. Kjo përbën dhe momentin kyç të historisë së lëvizjes studentore pasi u pranua pluralizmi politik. Në kujtim të lëvizjes studentore të vitit 1990, 8 dhjetori është shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë si dita kombëtare e rinisë. Një nga ish studentët e dhjetorit, si dhe ish banori i qytetit studenti, Bislim Ahmetaj, na tregon emocionet e asaj proteste, e cila nisi kundër drejtorisë së qytetit studenti dhe përfundoi në një protestë për masave të mëdha që përfshiu gjithë vendin, e ndryshoi rrjedhën e historisë. Ideali jon kryesor ka qenë të jemi njerëz të lirë. Dhe në dhjetorët e vitit 90 kam përshtypjen që shumica absolute e shqiptarëve me liri të munguar e kanë gjetur atë liri dhe pastaj secili ka derivuar në rrugë të veta të jetës. Dikush është marrë me lirinë akademike, dikush është marrë me lirinë e të shkruajt, dikush me lirinë fetare, dikush me lirinë për të zhvilluar biznes. Dhe liria është pafund. Por mund të them që pjesa më dëshiruar e lëvizjes studentore është realizuar në dhjetorët 90-s. Është fituar liria. Pastaj gjërat sigurisht që ndryshojnë. Duam Shqipërinë si gjithë Europa. Shqipëria nuk mund të bëhet për 20 vite si gjithë Europa. Europa ka të paktën 500-600 vite që ka sisteme të konsoliduara. Ndërsa ne në vitin e ardhshëm festojmë 100 vjetorin e pavarësisë. Unë kam qenë pak i motivuar, ose shumë i motivuar politikisht e pjesa asaj lëvizje për shkak të sjelljes së diktaturës me familjen time. Ata kanë vrarë gjyshin tim në vigjiljet të diktaturës, kur në hyrë në vitet 44, kanë vrarë gjyshin tim dhe ajo na kanë ndjekur si hije e zezë gjatë gjithë jetës. Kështu që unë në lëvizjen studentore kam qenë që kur arrita të bëhem student. Pastaj para dhe prapa takimit me diktatorin e fundit komunist, unë jam angazhuar që me datën 7, që me datën 8, me datën 9, me datën 10, por
kam qenë pjesë e përgatitur e delegacionit, por pastaj u reduktua numri dhe s'arrita të marrë pjesë në takimin me diktatorin e fundit komunist që ju e cilësuat presidenti i parë. Sa të guximshëm janë studentët e ditëve të sotme për të ndërmarrë një lëvizje të atyre për masave, si lëvizja studentore dhjetori të vitit 1990? Unë ka përshtypjen që s'kan motive, s'kan arsye që ta kenë atë lloj guximi. Për shkak se atëherë kemi pas një solidaritet pak më zhvilluar për shkak se na mungonte gjithçka dhe rrinim me njëri tjetrin. Qanim hallet me njëri tjetrin për çdo lloj arsye, për çdo lloj motive. Kishim shumë më pak para në xhep, shumë më pak rroba për të veshur. Ka njëherë na mungonin edhe lekë për të blerë një libër, ndërsa sot nuk ka ndonjë arsye që ta kenë atë lloj guximi. Unë them që kanë guxim dhe janë të zot për të zhvilluar krejt ndjesitë e veta dhe hapin e vet. Mund ta çojnë në horizonte të pa para dhe kjo është e vërtetë, sot ka studentë shumë, por ka kualitete shumë të mira cilësore. Por ajo lloj guximi është i shprehur në forma të tjera. Ashtu si kohë më parë, kur historia ndryshoi rrjedh nga zërat e studentëve, edhe sot qyteti studenti është qyteti më i zhurmshëm i Shqipërisë, sepse bukuria e këtij qyteti janë vetë studentët. Qyteti studenti është një lagje në njësinë administrative numër 2 dhe për atë që ofron, mund ta quajmë një qytet brenda qytetit të Tiranës. Në hyrje të qytetit studenti ndodhet kinoklubi, që më 20 shkurt 1991 ishte piknisja e studentëve për të rrëzuar bustin 7 metra të lartë të diktatorit Enver Hoxha. Sot, kinoklubi ka marrë emrin Godina Liria, ku zhvillojnë leksione studentët e juridikut dhe masteri i shkencave sociale. Në qendër të qytetit është sheshi Demokracia, ku dikur janë mbledhur studentët e parë që kundërshtuan sistemin monopartiak. Tashmë është i mbushur me lokale ku studentët kalojnë orët e lira. Sipas drejtorit aktual të qytetit studenti Bujar Brovina, çdo gjë ka ardhur drejt përmirësimit për të plotësuar kushtet e mbi 6.000 studentëve. Ne vazhdojmë akoma të regjistrojmë. E them këtë për vetëm arsye se po vinë shumë studentë nga privati po akomodohen qytet studenti. Deri tash ka shkuar numri 6.000 studentë që akomodohen në qytet. Kemi edhe 150 vende boshe dhe këto presim që muajin janar të 12 do vinë. Vetëm të ditë e fundit që kanë ardhur nga privati janë gati 200 studentë që janë akomoduar tek ne. Raporti i studentëve midis vajzave dhe djemve është raport i madh. Janë 7 vajza, 3 djem. Është raport që ky ka vite që po vazhdon. Më vjen mirë që vetëm këtë vit akademik, vetëm viti i parë që akomodohen tek ne është gati 2100 studentë. Gjë e cila më përpara vitet që kanë kaluar nuk e kemi pasur. Në çdo godinë këtu dihet se çdo godinë ka në përkate vetëm përveç 5 godina për çdo kat ka dushë. Mos harrojmë se edhe dushet e godinave të tjera të vajzave, nëse kanë qenë me 2 dhoma dushës, janë bërë me 5 dhoma dushës. Kupton? Në qytet studenti. Ka dhe një fakt tjetër pse afrohen. Ka dhe siguria në qytet studenti. Tu ka dhe një post policie që është 24 orë. Mos harrojmë se ka dhe një ambulancë, që unë mund ta quaj edhe mini spital. Këtë vit kanë vendosur në ambulancë edhe 3 shtretër që merren masat e para të urgjencës. Në qytet studenti, po ka dhe drita 24 orë. Po mos them që ka dhe ujë 24 orë. Po mos them që edhe dushet pa limit në qytet studenti. Por mos harrojmë se edhe marrëdhëniet e ekipit edhe bordit tonë që ne punojmë qytet studenti, sidomos administratorët që kanë marrëdhënie shumë të mira me studentët. Mos harrojmë se ka dhe një moshë kujdestare që janë dhe prindër. Edhe mënyra e komunikimit vlen për të përmendur qytet studenti, komunikimi me studentët midis kujdestarëve. Unë nuk më them që ne kemi arritur piramidën këtu në qytet studenti. Këtu ka nevojë akoma për punuar në qytet studenti. Por me tarifin që ka 40.000 lekë që paguan studenti në vit, që i bie vetëm nata, i bie 120 lekë, 3 javë, që do të thotë 1.200, që do të thotë vetëm një kafe natë paguan studenti. Por me tarifën aktuale që duhet të paguajë qyteti studenti, nuk merret, është më pak se ajo aktuale. Po të zgjesh një statistikë, në momentin që studenti vjen me drita, me ujë, me shërbim hidrosanitar, me kujdestar, me dek teknike, kosta i shkon më e lartë. Por këtu është ana sociale edhe qeveria e ka parasysh.
që ky çmim të vetë 40.000 lekë. Mos harrojmë se tek privati paguhet më shumë. Këto studentë që vinë nga privati, një qytet studenti vetëm nga kosta e lartë e pagesës financiare. Për vitin 12 ne kemi parashikuar të bëjmë një konvit për të huajt, që është vërtet. Kur them për të huajt, ka dhe shqiptarë që vinë, që janë për masterin, po devem 2 veta në dhamë. Ne kemi një bujtin që quhet me numër 13, që është 2 veta në dhamë, ku ka dhe tualetin, ka dhe dushin. Dhe bëjmë godinën e djemve. Në çdo dhomë do ketë dush, në çdo dhomë do ketë tualet, edhe do ketë vetëm 2 krevat. Vetëm për këtë vit, qytet studenti, gati unë kam thënë dhe po e them prapë, janë 80% e shtretëve që janë ndryshuar, që do të thotë 2 shekët. Ky numri, unë nuk e prisha këtë numër kaq të madh të studentëve. Unë kisha parashikuar për 5.500, 5.400 studentë. Nuk e prisha. Unë edhe stafi. Kjo ndërtesë dikur njihej si peshkopata, sepse rreth viteve 60 për ata që mësonin shumë, ka qenë në modë fjala peshkop. Por sot, më shumë se me emrin peshkopat, njihet si biblioteka e qytetit, e cila ofron përveç bibliotekës, salla studimi, zyrën sociale, periodikun, si dhe shërbimin e internetit, të gjitha me shërbim 16 orësh. Drejtoria e qytetit studenti në këtë ndërtesë ofron edhe internetin falas, përveç internetit që ofrohet me 40 lekë ora në godina. Gjithashtu, kushtet në ambientet e brendshme të godinave nuk janë ato të 21 viteve më parë, që i bën studentët atëhershëm të protestonin. Sot në dhoma jetojnë vetëm 3 studentë dhe nuk ka mungesë të energjisë elektrike apo kushte të papërballueshme jetese. Si të shprehen edhe vetë studentët, konvikti ka të mirat dhe të këqija. Të këqija sepse duhet të përballosh vetë gjithçka dhe larg familjes, dhe të mira sepse jetesa këtu të mëson të ndash shumë gjëra me të tjerët dhe të aftëson në jetën në komunitet. Si Dorela, ju jeni për vit të parë sociologji. Si jeni përshtatur kushteve të konviktit? Atëherë, me sa kam folur me të gjitha bashkëmoshatarët e mia, është hera e parë për ne. Dihet që është diçka jo e mirë sepse është hera e parë, kemi qenë me familjen tonë, nuk kemi jetuar për shumë larg ose për shumë kohë jashtë familjes, edhe në fillim e pata shumë të vështirë, sidomos javë e parë, me kalimin e kohës së bashku me shoqjet e mia filluam të mësohemi dhe tani jo se domethënë ndihemi shumë keq, por mu themi se jemi mësuar me përshtatur kushteve. A i prisnit këto kushte në konvikt? Domethënë kësaj pyetje nuk mund të përgjigjem domethënë shumë mirë sepse nuk e dija në të vërtetë se si ishin kushtet e konviktit, por me sa kam dëgjuar thonë që me shoqë domethënë janë kushte të mira, por këtu domethënë ndihem shumë rehat dhe jam shumë mirë. Si e përballoni jetesën këtu? Jetesën. Unë tani ndodhem, për shembull, kam një, si të them, ndodhem vetëm. Çdo gjë është në dorën time, për shembull, ekonomia, shkolla, domethënë çdo gjë duhet ta përballoj vetë. Në fillim e kam patur shumë të vështirë, por jetesa dihet që është e vështirë sepse ndodhem larg familjes, jam larg sepse unë vi nga Lushnja, edhe tani po filloj të mësohem dhe të kuptoj se ç'është në të vërtetë ekonomia, ç'është në të vërtetë jetosh vetëm edhe të përballosh çdo gjë vetëm. Kushtet e konviktit janë shumë të mira, kuptohet që gjërat janë të limituara në një farë mase, si çdo lloj konvikti tjetër, por janë shumë të kënaqshme të gjitha kushtet. A i prisni këto kushte apo mendoni diçka më shumë, në kushte më të mira? Jo, të them të drejtën, mendoja që ishin kushtet më të këqija, po jam përshtatur mjaftueshëm mirë me këto kushtet. Kur erdha në fillim mendova se nuk do të ishin këto kushte, por unë përshtata shumë mirë, më pëlqejnë të gjitha kushtet dhe përderisa jam viti 4 dhe jetoj akoma këtu, më kam pëlqyer, do rritën në vit të 5. Këto. Kushtet në konvik kanë ardhur gjithmonë drejt përmirësimit? Po, drejt përmirësimit shumë. Jemi të kënaqur domo. Çfarë keni patur të vështirë të përshtateni ju kushteve të konviktit? Në fillim, në vitë parë, ndoshta nuk ka pasur ujë 24 orë, po tani kemi pasur ujë 24 orë, 24 dhe shumë mirë. A keni problem sistemin e ngrohjes? Jo, fare, absolutisht. Fasada e qytetit studenti ka ardhur duke u ndryshuar nga viti në vit. Pemët dhe palmat ndodhen në të gjithë territorin përreth. Mund të duket sikur në këtë qytet gjen lehtësirat e nevojshme për të jetuar, por jetesa është e shtrenjtë për banorët e rinj, pasi shpenzimet mujore të tyre i kalojnë shpenzimet e familjes. Si të rinj mund të shpenzojnë në çdo gjë, në një butik për të blerë një veshje të fundit, parukeri, party, internet kafe duke luajtur PlayStation, apo duke shpenzuar orë të tëra duke çatuar dhe luajtur poker në Facebook. Shpenzimet janë më të mëdha sidomos për djemt, pasi vajzat gatuajnë në dhomë
dhe mbi të gjitha marrin ushqime edhe nga familja. Në çdo hap shikon një tabelë lokale që gjatë fundjavës ofron muzikë live me këngëtarët më të mirënjohur shqiptar, si dhe në disa lokale zhvillohen dhe karaoke. E kush mund të shpëtojë kësaj atmosfere që krijon qyteti studentit dhe të qëndrojë indiferent? Në orët e vona të pasdites është e vështirë të ulesh dhe të mësosh, sepse është koha të pish një kafe që nuk është pothuajse kur kafe, por ndonjë pije tjetër. Është koha për të takuar shoqërinë ose të dashurin apo të dashurën. Pasditja është koha kur homologët e konviktit herë trokasin ose strokasin në derë dhe ashtu fluturimthi dhe menxitim kërkon një bluzë, pjasterin, parfumin, ndonjë bizhu apo ndim për të rregulluar. Dhe sigurisht, në fund, asnjëherë nuk mungon një foto për të parë imazhin e zbukuruar për orë të tëra pasi janë ndëruar shumë e shumë veshje. Ky është qyteti ku koha nuk ka kohë, qyteti ku koha nuk premton, sepse të jetosh me ritmin e të rinjve është e vështirë të gjesh kohë. Por me gjithë të mirat e të këqijat që ka qyteti studenti, e ka të fortë joshjen për të jetuar mes të rinjve, sepse është qyteti vetëm ku ndjesia e lirisë nuk ka kufi.